Sekretari Amerikan I Shtetit Marco Rubio deklaroi se të gjitha vendet anëtare të NATO-s do të duhet të bien dakord deri në samitin e aleancës në qershor të vitit 2025 për një objektiv për të shpenzuar 5% të prodhimit të brendshëm bruto për mbrojtjen gjatë dekadës së ardhshme. Ai bëri këto komente gjatë një paraqitje në emisionin Hannity të Fox News. Mund t'ju them se po shkojmë drejt një samiti pas 6 javësh në të cilin praktikisht çdo antar I NATO-s mund të jetë duke shpenzuar mbi 2%, por më rëndësishmja shumë prej tyre do të jenë mbi 4%, të gjithë do të kenë rënë dakord për qëllimin e arritjes së 5% gjatë dekadës së ardhshme, tha Rubio. Ministri I Jashtëm Gjerman Johan Wadephul tha këtë javë se Berlini mbështeti një kërkesë të Trump që vendet anëtare të NATO-s të rrisin shpenzimet e mbrojtjes në 5% të produktit të brendshëm bruto. Gjermania në janar tha se arriti objektivin e NATO-s për të shpenzuar 2% të prodhimit të brendshëm bruto për mbrojtjen në vitin 2024. Samiti I NATO-s I vitit 2025 do të mbahet në Holand nga data 24-25 qershor.